Përshëndetje miqe mikesha, miqësi e dashamirësia, armiqësi të gjithë që bëni bashkë të Olti Curi TV në YouTube. Mirë se vini nditarin tim. Bugatin e ndrojmë, lokacionin nuk e qojmë. Benita ishte shumë mirë deri në momentin kur flitej për këngën e saj, e cila po bëj dhe hit Bugati diçka e tillë. Por çfarë ndodhi? Ndodhi që pikërisht ajo që nuk pritej bëri kërcënimin më të fortë sot për sot në Big Brother VIP Kosova. Në fakt, një fjalë të killi, pra të vras e tha dhe Fjolla, me Londrin për ishin në nivel humori, por video që shpërndar më shumë në inboxin e gjithë personazheve të njohur sot, është pikërisht ajo ku diskuton Benita dhe Toni, pikërisht një shprehje shumë të rëndë në drejtim të Elionës. Për këtë do flasim sot, kush ma ka marrë dajren. Ja ku është sigla. Hera e parë dhe fundit që lëviz instrumenti ka që rëndësishëm nga vëndi. Vëndi ti është këtu. Mirë, rikthehemi për të folur për Big Brother VIP Kosova, ndërkohë që personalisht prisja që diçka e madhe do të ndodhte me hyrjen e Fjolla Morinës. Fjolla Morina, ashtu si në jetën e saj të përditshme, lëviz me një qetësi pothuajse mafioze, me një qetësi të jashtëzakonshme, duket sikur e ka gjithçka në kontroll, nuk shpreh emocione në grad superiore, dhe kjo lë të kuptoj se ka situatën nën kontroll. Personazhet që janë aty brenda nuk është asnjëri në famën e Fjolla Morinës në të mirë apo në të keq, dhe kjo bën që një farë hierarkie, ajo dhe vetë shpall dhe tha stili më është i Cardi B, të marrë një lloj titull The Queen. Kjo sa i përket sjelljes, ende nuk kemi parë një debat shumë të madh të Fjollës me dikë tjetër aty, sepse këto ditë ne po prisim shpërtimin e Fjollës, se me Labinot Rexhën u mësuam dhe zëri i tij tashmë të kujton borit e makinave në trafik dhe ditën e parë 2-3 çuditësh më pas të bëhet normale. Por çfarë ndodhi? Ndërkohë që ne prisim nga Fjolla ndonjë gjë të madhe, të shpëtonte situata, pati vetëm një sharje që ishte e rëndë, mund quhet, nga nëna, pati edhe një moment që i tha lëndrimit killi, po ai moment u duk më shumë se sa komik, sepse lëndrimi nuk është se i dha shumë rëndësi. Pra duke pritur të na e bëj proçkën Fjolla Morina, shohim se proçkën kush na e bën. Në e bën pikërisht Benita, vajza që u bullizua aq shumë në fillim, pikërisht nga lëndrimi dhe gjithë menduan se është një vajzë qullse, një vajzë e cila do e marrin përpara. Po. Është vajza tipike, e fryrë, e botoksuar, silikonuar e gjithçka tjetër. Çdo gjë që shohim në ato që quhen komerciale, bukuri komerciale, i ka Benita brenda. Nuk dihet nëse ekziston një gjeolog, një minator apo një zhytës polumbar që të hyjë brenda saj dhe të zbuloj gjithçka apo diçka origjinale. Sepse thënë falso, dhëmbët falso, extension falso, gjoksit falso, buzët falso, çdo gjë e bërë. Megjithatë, kjo është bukuria e kohëve moderne sot. E deri këtu e lam Benitën dhe kemi paragjykuar duke menduar se ajo është vetëm kjo pra. Është një vajzë e kohëve moderne. Madje edhe profilin e saj, ajo poston një video kur hyn në një klinik nga këto të botoksit dhe thot ka marrë më fry, ku do, fusni, fryni, filler, jepi, gyp. Por mirë e bukur, duket se ajo po merr një protagonizëm, pikërisht me kë? Me vajzën që shpallur nga rrjeti ëngjëlli i asaj shtëpie. Një çik për pamjen, një çik për moshën, pamjen ëngjëllore, moshën e rreth 18 vjeçare, një histori tragjike familjare, një histori tjetër e ngatruar me familjen e gjithçka tjetër, pikërisht pra Elionën. Dhe Benita i gjeti të merret pikërisht me Elionën me këtë gjë. Por çfarë ndodhi? Ndodhi diçka që në një bisedë me Tonin, ajo tha pikërisht, unë e mbys krejt, e kap dhe dal jashtë. Nuk ma nin, pra nuk ma ndjen. Toni tha, këtu është një vend që provokohet. Dhe Benita ja ktheu, me mua nuk ka provokime. Duke që Benita ka krijuar një armiqësi shumë të madhe, pikërisht me një vajzë e cila ka dashamirës në rrjetet sociale. Kjo ka bërë që sot inboxi im, inboxi i portalit Kryefjala, inboxi i gjithë gazetarëve apo blogerëve që merren dhe komentojnë me Big Brother VIP Kosovën apo Big Brother VIP Albanian,
të sulmohen nga njerëzit e Lionës dhe të thuhet po ndodh një skandal i madh. Është kërcënuar me jetë vajza që ne e pëlqejmë. Tani, për të marrë masa pikërisht për këtë deklarat, e cila unë kërkova dhe nuk ishte në faqen ku priten videot në faqen zyrtare të Big Brother VIP Kosovës, i takon produksionit nëse do ta shfaqin në Prime apo jo. Për sa i përket rëndësisë së deklaratës së Benitës, unë mendoj se është një deklarat shumë e fortë, e rëndë dhe e dënueshme. Ajo ka mbetur në nivelin e kërcënimit me fjalë. Dhe nuk është herë e parë që kjo ndodh në Big Brother. Por tani, të thuash për tjetrën, unë e mbys krejt, e kap dhe dal jashtë dhe nuk më ndjen, kjo është diçka e rëndë. Kjo është diçka e cila nuk e di nëse produksioni ka menduar deri në eliminimin e Benitës, por që duhet marrë një masë, duhet marrë patjetër. Nuk e di nëse Eliona e ka dëgjuar këtë deklaratë apo jo, nëse është ndjerë rrezikuar apo jo, duhet parë dhe reagimi e Elionës, nëse ajo ka kërkuar ndihmën e produksionit sepse i rrezikohet prania e saj në Big Brother VIP Kosova. Këto janë elemente që ne nuk i dim dhe urojmë ti zbulojmë sa më shpejt. Por ajo që ka ndodhur është pikërisht kërcënimi që Benita ka bërë, apo fjalët, le të themi, denigruese dhe urryese, edhe kërcënuese, i ka thënë Tonit për Elionën. Ndërkohë ne pyesim veten, po Benita, çfarë ndodh me Benitën? Çfarë ndodh me Elionën? Çfarë ndodh me atë vajzë? Deri tani sjellja e Elionës, të lë të kuptosh se ajo nuk ka ndonjë kërcënim apo ndonjë frikë fizike nga prania e Benitës brenda shtëpinë e Big Brother VIP Kosova, sepse aty është brenda 24 orëve, 100 kamera, nga të 4 anët, pra nuk mund ndodh asgjë sepse çdo gjë ruhet dhe çdo gjë kontrollohet. Megjithatë, Benita duket se ka seriozisht antipatin për këtë vajzë që është në fakt shumë e re. Dhe Benita ka zgjedhur që këtë bisedë ta bëj, duke konfirmuar antipatinë e saj për Elionën, një djalë që kohët e fundit është afruar shumë me Elionën. Dhe ai është Klodi. Në fakt Klodi nuk e mendon dot vetëm pa lëndrimin, sidoqoftë. Në bisedën që ka bërë brenda shtëpinë e Big Brother, lëndrimin nuk kishte. Ndaj Benita ka vendosur që gjithçka t'ia thotë Klodianit. Dhe Klodiani ka qenë personi i cili i ka folur haptas Benitës dhe i ka thënë që dëgjoj, ju jeni kundër njëra tjetrës. Jo vetëm Benita kundër Elionës, por dhe Eliona nuk e duron dot Benitën. Dhe i ka thënë ju nuk duroni me njëra tjetrën. Ju nuk e keni shprehur haptas, por ju nuk e shikoni dot me sy njëra tjetrën. Është e kotë që ju bëni sikur jeni mikesha me njëra tjetrën. Ju s'do jeni kur mikesha me njëra tjetrën, vazhdon ai ti thot në sy Benitës mendimin e tij që ka në lidhje me çiftin Benita dhe Eliona. Ju s'do t'jeni mikesha as brenda shtëpisë së Big Brotherit, as jashtë shtëpisë së Big Brotherit. Klodiani me shumë ndershmëri duke parë dhe duke analizuar atë që ndodh aty në Big Brother, ja ka thënë Benitës, kujdes, vërtet ti nuk do ta shikosh me sy Elionën, po edhe Eliona nuk dëshiron të shikojë me sy ty. Tani mbetet në dorë të produksionit që kësaj deklarate që ka bërë Benita, duke thënë që unë do ta kap dhe e mbys krejt Elionën, duke ja thënë Tonit, duhet t'i japi peshën e duhur sepse është diçka që meriton vëmendje. Është një gjuhë dhune, një gjuhë rrethje që duhet patjetër marrë një dënim aty. Ndoshta jo eliminim, por mund ta nxjerrësh 4 javë rresht në nominim. Ndoshta ajo për ta nxjerrë me njëherë nga shtëpia, për ta lënë lojën për gjysmë, por në nominim po, patjetër.